Për qeverinë tonë një dhuratë surprizë vjen pikërisht nga Turqia, një avion qeveritar $11.9 milion, A319, i përdorur, por përdoret për qeverinë, për zotin Rama, mik të Turqisë. E sigurisht, atje janë bërë ca pazare, ku sot Beli i ka hapur bela të madhe palloshit të gjatë. Edhe ati plerës Carlos i jepi një 700 milion. Kështu, me këta avion që sipas gojdhënave qarkullojnë edhe çantat, me ashtu të bardhë edhe me vaj, nuk ka asnjë dyshim se kjo qeveri e narkotrafikut që Amerika e ka vënë në kryqin e zi, padyshim, me gjithë to vizita në SPAK dhe ku nuk ishte media, por vetëm ambasadorët e huaj në zgjedhjen e saj për kreun e ri, do të kemi mjaft surpriza. Të gjithë e dinë, Ramës tashmë po i fiket ai kandil. Gjithë mirat.